mbajtja e fjalës, mbajtja e premtimit, ruajtja e amanetit është prej cilësive, këto janë prej cilësive të besimtarit musliman të mirë, të devotshëm. Ndërsa mos realizimi i premtimit, mos mbajtja e fjalës, mos ruajtja e amanetit është sifat, është cilësi e munafikëve, është cilësi e hipokritëve. Dhe është bën një realitet i hidhur që nëse një njeri e mon fjalën i thonë, ti koke sikur sahati Sergisuf këtë herë që i kanë thonë. Do me thonë tamam kohë po dilshe. E të këtil ka paktash. është bo shprehi njëri pa kur far nevoje heq me të rajt. është bo shprehi të disa pa kur far nevoje heq me të mashtruaj. Ka ajta që ky malli lindjes, haja në gjetë një mark të prendimit dikun. I të regon dikuj diçka një amanet, hala pa dal për i takimit e mërvesh dënjaja, serun amanetin heq. Andaj vllazën si besimtar musliman, nuk na ka hije këto shprehi me i fut njetën tonë për ditëshmëri me jetu me to. Musliman për para e kanë majt fjallën, musliman për para e kanë majt emanetin edhe në raport me jo muslimanët. Sa që e kemi rastin para betejës së Bedrit, kur njëni prej sahabëve me babën e vetë shkojnë nisën për Medine me ju bashku pejgamberit alayhi salatu wassalam. Dhe qëllimi i tyre ishte me shkue me ndihmu pejgamberit alayhi salatu wassalam për betejën e Bedrit. Dhe këta jo besimtarët, idhujtarët e Mekës, e takojnë babë dhe birë edhe i pyesin. I thojnë, ku po shkoni? Edhe tash këta në pozicion pa lakmushëm, çka me thonë? Edhe baba i thët birit, edhe biri babës thët na nuk lejohet me rajt. Edhe i tregoj, thojnë, te Muhamedi alayhi salatu wassalam Medine po shkojnë. Edhe mundohen me i dal, nuk ndalen, e thojnë mos po shkoni në luftë atje, mu përgatit. Atëherë shtirë mi e thonë që po shkojnë mu përgatit mi u luftu juve. Edhe i thojnë, jo na po shkojnë me dinet e pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Edhe i lëshojnë. Pi lëshojnë ase me naftëm që po shkoni për luftë pa në rregull, pa masi s'po shkoni. Kur shkon te pejgamberi alayhi salatu wasallam, ky djali i ri, sahabiu i ri, thot pejgamberit alayhi salatu wasallam, duke ardhur në Medinë me u bashku me ty, na nalen këta jo besimtarët. Edhe na pyetën, ka po shkoni? Thot, ju treguam aty nëse po vim te ti, po bashkohemi me ty në Medinë. Po kur na pyetën, a mos do të bashkoheni në luftë kundër nesh me Muhamedin? Thot, na i tham, jo. Çka ju tha pejgamberi alayhi salatu wassalam? Tha, ktheno prej ka keni ardha se neve s'na lejo, tha me rajt e me mashtrua. Subhanallah. Në raport me kanë, me ata armiqet e fes, me ata që nuk zgjedhshin mjete e mënyra e metoda vetëm me i likuidu muslimanët, krejt me i hjek, me i fshipej si përfaqës të tokës. E së në kohën e sotit, kur far problemi nuk e ka, shtiret paraqitet muslimanët, ta jep selamin, ta kthen selamin, plot sen e tjera, mirë po mashtrimin e kanë majet gjuhës. Mos zbatimin e premtimit e kanë majet gjuhës. Humbjen e emanetit, mos ruajtjen e emanetit e kanë majet gjuhës. E shumë tjera. E shumë tjera që nuk kemi kohë krejt me i trajtue. Andaj, keni kujdes sepse kështu hapet dera e të këqijave, kështu fillon me u rënue kalaja e moralit, se besimtari ka moralit si kur një kala e fortifikuar. Dhe kur fillojnë me i ra gurt ka pak, me njëherë du të me shku me sanu se i hin ujt, i hin shiu, e ka pak e rëzohet krejt. Qishtu ka pak muslimani bjen për toke, qishtu falimenton krejt, edhe batë si kur të tjerët. Me keqare për thëmë, po disa absolutisht nuk dalojnë prej jehudive, apo prej krishterve, apo prej ateistëve. Absolutisht nuk dalojnë, hiq. Bile me keqare du të me thonë, nështë me një të krishter të Evropës, me bo një termin, qëndran në aty në kohë, qëndran në venin e duhur, nështë a para teje, ndërsa me një musliman të këtujt apo të lindjes, mos e leheq, valla se sigur të kije 99% që s'ka me dalë në fjalë që është dohet. Dhe kjo është e dhimbshme, as ma tepër kur tash me të madhe është për hap në popullin tonë. Vallahi,
baballar ton, gjyshrit ton, qita që i kem xhamit vjetrit, me mu e kanë lanë një termin, një takim, se atër s'kan pas telefon, as me tele, as që si aeror, as kur fare hiq. Po e kanë lanë sha, para 6 muaj, para 3 muaj, e kanë lanë takimin, kanë thonë mas 3 muaj e takohemi në krye qytet, në Prishtinë të tregu i Gjelbrit. Kur pelom, valla pelom në zën drekës, ose mas namazit drekës. Që aty i ke pas. Po nëse ka dek, ose osmu e ka qu dikën, a mund fjallë të ka dalë, e ka majt fjallën, e ka qu dikën, se baba osmu, ose gjyshi, ose kem ras deke, ose diqka. Ta është ta në gjami e len terminin, ku pe len gjami, kur të këshësh, nuk në gjami heq. Edhe heq, qash qenë të pacip disa, qash qenë dhe më të paftyr disa, thët, pëse që ka bo, thët, a vesh me muje met më takua, s'ka krish kja meti, s'takomi sët, takomi nesër, mas nesër. Kush e thët që ta? Dështako. A që ta dështon terminin njëherë, dyherë, ajo është dështak. A që ta dështon terminin, ik pejtina, as mu se bo mik, as mu se bo dashamir, as mu se jam verë motor, as mu se jam motor, as mu se moj, kurfar, as biznes, as trekti mu se bo me ta.